kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka deklaruar se mazhoranca aktuale nuk ka numrat për ta çuar vendin në zgjedhje, por nga ana e tij dhe e partisë që drejton, gatishmëria për një proces zgjedhor është e plotë. Ai ka propozuar madje edhe 2 data konkrete për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, më 15 ose në 22 qershor. Krasniqi bëri këto komente në emisionin Pressing në televizionin të shtatë, ku diskutoi zhvillimet aktuale politike në vend, duke akuzuar qeverinë Kurti për bllokadë institucionale dhe mungesë vullneti për të respektuar rrugët demokratike të daljes nga kriza. Po nuk i kanë numrat këta e nuk janë që shkojnë në zgjedhje, tha lideri i PDK-s, duke nënkuptuar se partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje dhe partnerët e saj Guxoa e Alternativa nuk janë të gatshëm ta çojnë vendin në zgjedhje për shkak të mungesës së shumicës parlamentare të nevojshme për shpërndarjen e kuvendit. Megjithatë, ai siguroi opinionin publik se PDK-ja është gati për zgjedhje në çdo moment, por që procesi duhet të zhvillohet në përputhje të plotë me procedurat kushtetuese. Nëse dojnë këta më 15 qershor shkojmë në zgjedhje ose më 22 qershor, unë e PDK-ja jemi të gatshëm vetëm të shkojmë në kuvend një herë, pastaj shkojmë në zgjedhje, tha ai, duke shtuar se është jetike që rruga institucionale të respektohet në mënyrë rigoroze. Kryetari i PDK-s foli edhe për krizën aktuale institucionale, të cilën e quajti një përpjekje për degradim të sistemit demokratik në Kosovë, duke fajsuar drejt për drejt koalicionin qeveritar. Mendoi që ka me pas zgjedhje pas këtij devijadimi që po tentohet me ndodh me këtë blokadë nga ana e koalicionit Vetëvendosje Guxo dhe Alternativa. Mendoj se kemi përgjegjësi më të madhe, u shpreh ai. Sipas Krasniqit, kjo blokadë nuk është vetëm politike, por edhe institucionale dhe synon të pengojë opozitën që të ushtrojë rolin e saj kushtetues. Edhe pse aktualisht është në diskutim mbajtja e zgjedhjeve lokale në disa komuna, kryetari i PDK-s nuk përjashtoi mundësinë që ato të lihen me njëan për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të përgjithshme. Jam shumë i disponueshëm për këto zgjedhje, por nëse ka me na rastis me i pas një palë zgjedhje para këtyre, deklaroi ai, duke lënë të hapur mundësinë që vendi të përballet me zgjedhje të përgjithshme përpara atyre lokale. Ai theksoi se gjithçka duhet të zhvillohet brenda kornizës ligjore dhe kushtetuese dhe se opozita nuk do të lejojë asnjë veprim të njëanshëm nga ana e qeverisë. E mira është që nuk munden me shpall datën e zgjedhjeve vet. Ne nuk i lejojmë, nuk bëhemi palë në ato shkelje, tha Krasniqi, duke lënë të kuptohet se partia e tij do të mbrojë procedurat kushtetuese me çdo kusht. Krasniqi përfundoi me mesazhin se PDK-ja është e përgatitur për çdo skenar që do të sjellë zhvillimet politike në vijim, por theksoi se çështja e zgjedhjeve duhet të trajtohet me seriozitet dhe brenda një kornize të qartë ligjore. Nuk kemi frikë nga zgjedhjet, jemi të përgatitur, por gjithçka duhet të ndodhë në mënyrë të rregullt dhe legjitime, përfundoi ai. Në përfundim, propozimi për datat 15 dhe 22 qershor tregojnë qartë se PDK-ja është duke kërkuar një konfrontim të hershëm me pushtetin aktual përmes kutisë së votimit, ndërkohë që akuzat për mungesë të numrave dhe bllokadës institucionale vetëm sa e përforcojnë idenë e një krize të re politike në horizont.